Bashkia e Kukës ka nisur punën për pastrimin e rrjetit kullues dhe vaditës dhe do të jenë gati për sezonin e verës dhe në ndihmë të fermerëve për vaditje. Gjatë këtyre ditëve, Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit ka ndërhyrë si dhe ka kryer pastrimin e kanaleve kulluese në të gjithë njësinë alternative Shtiqen. I gjithë ekipi i drejtorisë është angazhuar maksimalisht për realizimin e këtyre punimeve, duke kontribuar në përmirësimin e sistemit të kullimit dhe mbrojtjen e tokave bujqësore nga përmbytjet, shkruhet në njoftimin zyrtar të Bashkisë Kukës në rrjetin social Facebook. Ndërkohë, ky proces është një hap i rëndësishëm për garantimin e një infrastrukture efikase ujitëse dhe kulluese. Sistemi i kanaleve vaditëse në këto vite ka qenë pothuajse inekzistent për arsye të bllokimit të tyre nga mbetjet urbane apo mbetje organike të kafshëve që hidhen nga vetë fermerët. Kanalet do të bëjnë të mundur vaditjen e 1500 hektarëve tokë dhe përfshin fshatrat Nang, Krenc dhe Shtiqen. Nisja më herët e pastrimit të kanaleve vaditëse në të gjithë territorin e Bashkisë Kukës ka ardhur dhe si pasojë e kërkesave të vetë fermerëve.